Fillimisht në një enë më të madhe, do të shtojmë një gotë 250 ml me kos. Tani vazhdojmë dhe shtojmë gjysmë gotë çaji me vaj ose 50 ml. Si dhe një gotë çaji me ujë. Gota e çajit që po e përdorun është 110 ml. Përzihem mirë tani, derisa këto 3 produkte të lidhen dhe të bëhen bashkë. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Mielin do ta shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Diku prafërsisht do të na duhen 500 gram miell për ta formuar këtë brumë. Vazhdojmë tani që të shtojmë 10 gram pluhur për pjekje. Një lugë të mesme me kryp, si dhe një lugë të mesme me sheqer. Vazhdojmë tani me dorë, përzijim, e ngjeshim mirë derisa të formojmë një brumë mesatarisht të butë. Shtojmë miell sipas nevojës derisa të formohet një brumë i mirë dhe i lëmuar. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë derisa fitova një brumë mesatarisht të butë. Ky brumë s'ka nevojë fare që të dyfishoj dhe të pushoj, menjëherë vazhdojmë që ta ndajmë në kuleç më të vegjël. Vazhdojmë tani brumin që ta prim në kuleç të vegjël. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdha, më të vegjël pak, dhe do të vazhdojmë që t'i ngjeshim. Tani me pak miell vazhdojmë secilin kuleç që ta ngjeshim, t'i japim formën e mirë, rrumbullake dhe i largojmë anësh. Pasi kemi ngjeshur mirë të gjitha kuleç dhe kemi renditur në tepsi, tani është momenti kur duhet që të presim që të pushojmë pak. Mjafton që të pushojnë vetëm 10 minuta, sa të aktivizohet pak gluteni të brumit, të bëhet më elastik dhe të punohet më lehtë. I mbulojmë me një peçetë të pastër kuzhine dhe të presim vetëm 10 minuta. Dhe tani pas 10 minutave, vazhdojmë tani që t'i punojmë gjitha kuleçt. Marrim një kuleç, shtrojmë pak miell në tavolinën e punës dhe me ndihmën e ftalluses vazhdojmë që t'ia hapim. Unë sot do t'i bëj kështu të holla dhe të gjata dhe do t'a hap hollë dhe mirë brumin. Ju mund t'ja jepni formën e dëshiruar. Tani marrim një tigan dhe e nxehim mirë në zjarr mesatar. Pasi sigurohemi që është nxehur mirë, i marrim pjesët e brumit dhe i vendosim në tigan. Presim derisa të na skuqen mirë. Pasi të siguroheni që po i dalin fluskat sipër, është momenti kur duhet që t'i rrotulloni. Vazhdojmë tani skuqim edhe në anën tjetër për 2-3 minuta. Pasi që pjekjen edhe nga ana tjetër, tani sipër do t'ju shtojmë pak gjallë të shkrirë. Ju shtojmë sipër edhe pak majdanos të freskët dhe i largojmë nga tigani. Vazhdojmë gjitha i përgatisim në të njëjtën mënyrë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni për një mëngjes bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.